Edhe 10 ditë kanë mbetur prej kur një kategorie bizneseve të dalë në treg të hapur të energjisë elektrike. Mirë po odat ekonomike nuk po pajtohen me skemën mbështetëse që qeveria u ofroi në këtë fazë. Ministrja në Dorheqi Artane Rizvanolli ofroi përkrahje për izolim të ndërtesave, sistemeve fotovoltaike, termike e solare, si dhe regulator të fuqisë reaktive që ulin konsumin e energjisë. Kryetari i odës ekonomike Lulzim Rafuna thotë se kjo skemë nuk ndihmon kur të liberalizohet tregu energjetik. Këto masa kanë të bëjnë me energjinë eficiente, nuk kanë të bëjnë me tregun e hapur. Me tregun e hapur ka të bëjë oferta tani. Oferta i thot biznesit, Kesko që është i vetmi ofertues, se asnjë ofertues nuk e kem. Kesko po thot ti e ki fakturën ose çmimin e ri e ki prej 240 deri në 270. Nuk ka të bëjë me këto masa që i thot ministja. Bizneset vazhdojnë të këmbguljen që vendimi i rregullatorit të energjisë të shtyhet për një vit deri kur ato të bëhen gati për treg të hapur. Nuk ka asnjë ndërlidhje masat mbështetëse me vendimin e zërres. Ai duhet të ndalet, të auditohet edhe të nxjerrët një çmim real që duhet me pague bizneset. Nuk shoh ndaj angazhim ma emergjent se sa të shifet se si nalet vendimi i zërres. E kanë marrë në vakum institucional, duhet me gjetë forma se si ky vendim të auditohet, të hetohet, të analizohet. Të hënën, qeveria pati takim me prodhues vendore përfaqësues të bizneseve, ku mori pjesë edhe kryeministri në Dorheqi Albin Kurti, por që nuk u tha të ketë pasur ndonjë dakordim mes tyre për çështjen e tregut të hapur.